Doktor Arfan, përshëndetje, faleminderit për pritjen që na bë Radio Televizion të Malishevës. Kemi ardhur me bën një emision, një intervistë me ju për gjendjen aktuale të jetëve hemorragjike në Malishevë me pickimin e rishta. Si qëndron puna? Përshëndetje edhe për nga ana ime, përshëndetje për shikuesit e juaj. Po si çdo herë tjetër, edhe këtë vit po ballafaqohem me rastet e pickimit të rishnave. Momentalisht gjendja me rishna është në kontroll. Të ju falenderu edukimit të vazhdueshëm të cilët kemi mbajt në të gjitha shkollat tash e disa vite. Të ju falenderu edhe ekipeve profesionale të cilat tashmë kanë kriju një traditë në heqjen dhe edukimin e qytetarëve që të kenë vëmendjen e tyre. Gjendja momentale deri në ditën e djeshme është domethënë 433 raste të pickuar nga rishnat. A ka raste të konfirmuar me jetë hemorragjike? Deri në këtë moment që po flasim, nuk kemi asnjë rast të konfirmuar me jetë hemorragjike. Kjo është edhe një shpresë që gradualisht po kalojmë domethënë nga ajo krizë të cilën ne kemi pas komuna Malishevës dhe momentalisht nuk kemi asnjë rast të cilët është i identifikuar. A ka pas vjet fushatëve disusa? Çdo vit, Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare organizon fushatëve disuese në shumicën e shkollave të komunës së Malishevës. Me nxënës, po. Mirë, edhe një pyetje për fruthin, si qëndron puna në komunën e Malishevës? Po, na kemi marrë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik një rekomandim që të kemi vëmendjen më të shtruar për shkak të paraqitjes së disa rasteve me fronth. Fatmirësisht në komunën tonë ende nuk kemi asnjë rast të konfirmuar me këtë problematik. Para 5 ditë kemi pas një rast të dyshimt ku kemi dërguar më një herë në Institutin Kombëtar. Fatmirësisht ka rezultuar që nuk është fronth. Si qëndron puna me vaksinim? Po, edhe me vaksinim jemi në fazën... Apo hezitojnë me vaksinim? Sigurisht që antipropaganda për vetëdijsimin që vaksinat merret në kohën e duhur ka ekzistuar gjithmonë dhe ekziston edhe tash. Të gjitha ato propaganda janë domethënë të pakonfirmuar në mënyrë shkencore dhe unë ju baj thirrje të gjithë qytetarëve që të vaksinojnë fëmijët sepse është e vetmja mundësi për me parandalu këtë sëmundje. Është vanë nëse identifikohet sëmundja dhe parimet e mjekësisë, e ma konkretisht të mjekësisë familjare, janë që më mirë është të parandalosh se sa të mjekosh. Që me siguri i bëjnë edhe analizat për cilët monitorimi të pickuarve? Realisht analizat laboratorike nuk janë edhe të nevojshme në fazën e parë. Këto janë rekomandimet e Institutit Kombëtar, gjithmonë flasim domethënë në bazë të Institutit Kombëtar, rekomandimet që ai lëshon. Ajo që është më e rëndësishme është monitorimi i gjendjes shëndetësore të pacientit, ai i cili ka hek rishën, sepse janë disa simptome të cilat duhet t'i përcjellin ata pacient dhe po që se ndonjëra prej këtyre simptomeve të vinë të paraqiten më njëherë në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare. Që me fjalë Malisheva, ka staf të mjaftueshëm për ballu jetët hemorragjike, fruthin? Momentalisht ne qëndrojmë bukur mirë me staf, të marr parasysh që sezoni veror edhe fillojnë edhe pushimet edhe për neve stafin. Pak në këtë kurrët, po si të qytet ne kemi bën një planifikim edhe që nuk do të besim keq. Na jemi në fazën e grumbullimit të dhënave, domethënë prej shkollave që të identifikojmë se sa raste kemi të pavaksinuar fillimisht. Po ashtu është rekomanduar nga Instituti Kombëtar që të formojmë një grup punos dhe ne këta e kemi bë. Mbajmë takime çdo javë dhe na raporton përgjegjësi i vaksinimit se siç po shkon gjendja me organizim për vaksinim emergjent për frontin. Ndërsa sa i përket rasteve për pickim të rishnave, stafi i urgjencës punon 24 orë me ndrime,
qytetarët janë të vetëdijsuar që mos t'i hekin rrishnat, po të vinë në qendrën kryesore të mjedisit familjare në Maliqev. Tashmë veç e kemi bën edhe një provoj gjatë dhe janë bukur mirë të trajnuar, e heqin në mënyrën më profesionale dhe shumë pak ka mundësi të kemi ndonjë efekt tjetër. Ke ndonjë mesazh për prind të cilët nuk po i vaksinojnë fëmijët? Po, mesazhi im është shumë i qartë, thirrja ime është shumë e qartë që t'i vaksinojnë të gjithë prindet të cilët kanë fëmijë dhe nuk i kanë vaksinuar deri në tash. Ju bëjmë thirrje të vinë të vaksinohen në qendrën tonë kryesore të mjedisit familjare, në Bellenic, në QMF Bellenic, në QMF Drenos, në QMF Kiev. Këto 4 qendra janë në gjendje gatishmërie dhe kemi vaksina të mjaftueshme. Ju bëj thirrje të vinë të vaksinojmë sepse është vetmja formë, vetmja mundësi të bëjmë parandalim kësaj sëmundje. Është një sëmundje jashtëzakonisht e rrezikshme që Kosova ka qenë shumë afër zhdukjes së kësaj sëmundjes, por fatkeqësisht migrimet të cilat po ndodhin, lëvizjet e popullatës të cilat po ndodhin, na ka ardhur ky front dhe tash na jemi të obliguar të bëjmë thirrje qytetarëve që të vaksinohen. Faleminderit shumë doktor. Shumë respekt gjithë minat. Nëse ata kanë me dyshim, kanë dyshime, pse në të